Zoti Canaj, ka një shqetësim në rritje në fakt në lidhje me mundësinë e një destabilizimi të Ballkanit, siç edhe e vërejtëm edhe në insert. Kemi gjithashtu dhe parajmërimet apo informacionet që na zbuloi Zelenski në lidhje me mundësinë që Rusia të tentojë destabilizimin e Ballkanit. Sa të vërteta janë këto në optikën tuaj? Po në fakt redi kjo gjuhë jo që është ndalur ndonjëherë, sidomos në qoftë se flasim për Dodik dhe për Vučić e para. E dyta, ne të gjithë e dim që ndërtimin politik të Vučić, pastaj ky Vučić si politikan i ri kishte qenë pikërisht ai që kërkonte të vritë 100 civil për një ushtar sërb. Pastaj Vučić është ai i cili ka qenë ministër i propagandës në qeverisjen e Slobodan Miloševićit pikërisht në periudhën e luftrave të përgjithshme në ish Jugosllavi, por edhe në Kosovë. Kështu në anën tjetër në Republika Srpska ne kemi një Dodik i cili në asnjë moment nuk e ka fshehur qëllimin e tij për një ndarje të Republikës Srpskas me qëllim të bashkimit të saj me Serbinë. Kështu që retorikë tillë separatiste, madje edhe luftënxitëse, sidomos nga politikanët serb, nuk është që nuk ka pasur edhe më herët, mirë po tani ndryshimet gjeopolitike të cilat po ndodhin dhe pamundësia e bashkisë ndërkombëtare që të mbajë në fokus të gjitha këto luftra të cilat mund të eskalojnë, natyrisht që i shtyen ata që edhe të dalin me një raport të tillë. Mirë po nuk është çështja vetëm te ajo se apo dënohen disa njerëz, po ne për shembull jemi në Kosovë jemi dëshmitar të asaj dhe po e shohim për ditë se shpesh herë, sidomos kur është fjala për liderët e Kosovës, në fakt kërkohet dhe bëhen edhe zhyzje politike, deri tash nga ajo se çka kemi vërejtur, që po ndodh në gjykatën speciale, e cila në fakt është një gjykatë e Kosovës, mirë po e dërguar në Hagë. Dua të them që unë më shumë e shoh një brengosje më të madhe dhe një fokus më të zgjeruar mbi Ballkanin, natyrisht gjithmonë si rezultat dhe si rrjedhoje atyre ngjarjeve që kanë ndodhur edhe në Rusi, po edhe në tani më konflikti Palestinë-Izrael, por edhe në regjione të tjera.